Coach, very tough start. You were ahead in the beginning, in the first 3 minutes, 7-2. Then Pea went ahead. They had the lead all time. You were running after the result. You equalized once at the end. What happened tonight with your team? First, I would like to say that we are very unhappy that we lost the game in our home. So many people came here to watch us, and we just lost the game in front of our spectators. And the second thing, it's too much in the first half was too much easy points, especially second chance points. They got 11 points from the second chance, which should not be happen. They may sometimes pick and pop, score 3-point shots, but you know we couldn't control the first half. The second half, when we catch them, they score really Dardan, I think, and somebody else. I scored American point guard. They score very tough 3-point shots, so they won the game. But we spent so much energy to catch them. So the reason that we must spend that much energy is the first half where we didn't control the rebound, both sides. No offense, no defense rebound, and the big numbers of the easy points. And after that, we got panic, and this is like that. No easy points. Okay, now we'll have a pause because of the municipality elections, local elections. 2 weeks. How can you use this pause? Now we will try to make first. We will try to make 2 more preparation games before we go in Greece. We will stay here and we will practice. Our gym will be able to practice. We will try to make 2 more games, and that's the way how we will go before we go to PAOK. Yeah, the game with PAOK will be very tough. Yeah, for sure, they are a very good team, but this happened to us same in Holland. You know, in Holland they scored 42 easy points against us. Now I don't know, we will see, but I'm sure it was against 40-45 points, very easy. We must change something if we want to win the game, because in offense we are not playing bad. We are scoring. It wasn't bad, but in defense there's so many easy points. 1-on-1 they beat us. It's too much easy points. Thank you very much. Thank you very much. Pra, po e përmbledhi ato që tha trajneri Adis Beqiragiqi, nuk ishte I lumtur me mënyrën se si skuadra e tij ka luajtur në mbrojtje. Me thonë, ishte shumë vështirë që pas e përsisë të cilën e pati Pea, nuk ishte I kënaqur mas pari me lejimin e pikëve të lehta në pjesën e parë. Pikët të cilat Pea I ka shënuar nga kërcimet në sulm, pra second chance points, apo pikët e shënuara nga përmirësimi I kërcimeve I Peas, pastaj depërtimet e lehta ishin arsyeja kryesore, pra nuk ishte I kënaqur me mënyrën se si ka luajtur skuadra e tij në mbrojtje në pjesën e parë. Pastaj në pjesën e dytë ka përmirësuar pak dhe ka arritur që të ndërprejnë, të ndalë, pra ato kërcimet në sulm janë përmirësuar në mbylljen e koshit, ndërsa në fund, pra, ajo që ka ndodhur ishin treshet e Dardan Berishës dhe Jordan Johnsonit nga pozita shumë të vështira, të cilat edhe I mundsuan Peas, sipas trajnerit Adis Beqiragiqit, I mundsuan edhe fitoren. Megjithatë, pra, I është dashur Trepçës, I është dashur shumë energji për të ndjekur rezultatin, për të mbërë rezultatin, dhe në fund pra nuk kanë arritur që tha, kjo duhet të ndryshohet, ne duhet të rrojmë, tha, nuk është se nuk po shënojmë pik, në sulm jemi të mirë, po shënojmë pik, mirë po mbrojtja sonte nuk ka qenë në nivel, dhe kjo është ajo që na duhet të ndryshojmë nëse dëshirojmë që të fitojmë lojë. Ishte I zhgënjur me faktin se aq shumë njerëz dhe tifoz kanë ardhur sonte në minatori për ta ndjekur këtë ndeshje, dhe që starti I këtij sezoni ishte me humbje. I pyetur se si do ta shfrytëzoj pushimin tash për këto zgjedhje lokale të cilat do t'i kemi një 2 javë ditë, tha, ne do të ushtrojmë, palestrën do ta kemi në dispozicion për me ushtru, dhe do të përgatitemi për ndeshje me PAOK, ndeshja e parë në kuadër të FIBA Europe Cup, skuadër e cila është jashtëzakonisht e fuqishme.
tha duhet të shikojmë edhe mirë dhe të analizojmë mirë atë ndeshje me Stellenbosch Heroes, në të cilën shumë lehtë kemi lejuar që të pranojmë 42 pikë dhe të njëjtën gjë mos ta përsërisim edhe kundër PAOK-ut, skuadër kjo e cila është jashtëzakonisht e fuqishme në njërin prej ligave më elitare evropiane pra në Greqi. Adhurues të basketbollit, ishte kjo e tërë asaj përket transmetimit edhe xhiros së parë të ProCredit Superligës, Go Plus Pea fitoi me rezultat 86-80, pas një loje fenomenale, me të vërtet na ka befasu këndshëm, dhe atë që vazhdimisht e kam thënë dhe kam potencu edhe në prag, pra në paralajmërimet në prag të këtij stinori, të gjitha skuadrat kanë punuar për të sjell kryetrajner, pra jashtëzakonisht kualitativ, lojtar kualitativ që në start të edicionit jo pas vitit të ri dhe përgatitjet i kanë filluar me kohë. Dhe kjo na bën që të na paralajmërohet një edicion i cili i përngjan atyre kohëve të arta të edicionit 2002-2006, pra asaj periudhës së artë të basketbollit kosovar më njëherë pas luftës. Se si do të jetë, natyrisht këto e dini, na përcjellni në adresën e vërtet të basketbollit në vendin tonë në Artmoshën. Nga Unagon Femiu dhe ekipi realizuesi Oksigenit, kaq për sonte nga Minatori.